shumë biznese të cilat e kanë ngri aktivitetin e tyre dhe nëse para 3 vite ke eksportu konstruksione metalike apo dyra apo dritare nga Kosova kudo në perëndim ke pagu 2.400 euro dhe sot do të thotë transporti është afër 3.800 euro. Prandaj po e shihen që është një stat mjaft e palakmueshme, një stat e cila vërtet do të ketë efekte negative zinxhirore në një periudhë kohore bukur dhe gjatë, sepse edhe sot të përfundoj lufta, mos mendohet se problemet cilat janë kriju dhe ky çrregullim që ka ndiku në botë do të jetë i tejkalueshëm. Po e ndaj edhe një opinion me ju. Sot nëse bëhet një krahasim kur ka qenë shoku i naftës në vitet 70-ta, i parë dhe i dyti, dhe tani kur jemi në vitin 2026, dallon që në të kaluarën ka pas mungesë të derivateve të naftës dhe bareli ka shku deri në $150. Sot ne jemi duke u ballafaquar shumë më tepër me një çrregullim të tregut sesa me mungesë do thotë të naftës në përgjithësi. Dhe për hir të opinionit duhet ta kuptojnë të vërtetën që një barel i naftës $100 në luftë dhe $100 në mungesë është dallimi shumë i madh, sepse kur e ke nuk ke nevojë me pagu do thotë premi të ndryshme. Sot përcjellja e naftës, transporti, sigurimi dhe premi të ndryshme ngarkojnë më tepër importin e naftës nga vendet të cilat eksportojnë dhe ky çrregullim duhet vërtet të stabilizohet, por derisa të zgjat lufta, vërtet do të jetë e vështirë të besohet se kjo do të ndodhë. Është një teori shqetësuese që e karakterizon luftën, thuhet që lufta dihet kur fillon, po kur nuk dihet kur përfundon. Shumë lufta kanë përfunduar për 34, sot janë në vitin e 45 luftës dhe në këtë drejtim mbetet të shpresojmë që tëra kjo do të jetë do thotë një periudhë kohore të shkurtë, sepse nëse do të vazhdojë në këtë mënyrë, jo vetëm ekonomia kosovare, po edhe ekonomitë më të mëdha në botë nuk do ta kenë do thotë komoditetin e qëndrueshmërisë. Paramendoni 2 ditë pasi ka fillu lufta në Iran, qeveria japoneze e ma një mbledhje të jashtëzakonshme dhe paralajmëron që nëse nuk do të ketë rregullim konstant të furnizimit me derivatet naftës nga gjiri persik, atëherë Japonia ekonomikisht mund të qëndrojë vetëm 8 muaj. Dhe nëse një shtet që është në G7, në G10 dhe në G20 i ka gjitha këto probleme dhe ka këtë panik, atëherë vërtet është për të trimruar me komoditetin dhe luksin që kanë politikanët në Kosovë.